që dikush doan e tij karshi Allahut e shpreh përmes tyrbeve, përmes vdekurve dhe varrezave. Kjo është shirk. Kjo është shirk dhe është nga veprat që të nxjerrin prej islamit kur e bën me qëllim dhe me dije. Edhe me shku mi qu durt në për tyrbe nuk lejohet. Se edhe nëse si lut ato, ti e lut Allahun, po forma dhe qëndrimi jot në vendin kur gjithë e lusin të vdekurin, jep përshtypjen se edhe ti e duke lut të vdekurin. A me i lut të vdekurit dhe me kërku nga të vdekurit është shirk, është nga gjunat që të nxjerrin prej fesë. Hin gjena më dhe s'del më kur me vdek me qëtë. Po shirk del prej fesë, domethënë kjo është kontradiktore me imanin. Prishet imani, kur prishet imani ti si musliman. Pa iman s'ka islam. Andaj është një veprim shumë i rrezikshëm dhe një mëkat që të nxjerr prej islamit, prej fesë. Kur e bën me dije dhe kur e bën me qëllim. Andaj nuk ka kur gjo fare të keqe, mi thonë dikujt, më falu në tyrbe nuk hi mu lut. Unë lutem në xhami, e lusë Allahun, nuk e lusë Allahun përmes të vdekurve. Se të vdekurit as nuk japin, as nuk marrin. Të kishin pas mundësia të me dhonë dhe me marrë diçka, me i bo mirë dikujt, do të kishin bo mirë vetvetes së tyre. Do të kishin qenë të vdekur. Andaj të jemi të vëmendshëm dhe të mos veprim punë dhe veprime që janë kundërshtim madje edhe me logjikën e shëndosh. Andaj këtij vllaut i themi për këtij pyetësit të pendohet tek Allahu Azza wa Jalla. Allah të lutë në xhami. Ku do të lutë Allahut? S'është patjetër edhe në xhami, lutje Allahut në rrugë, në vetur, në punë, në xhami, në shtëpi, kudo që të jesh, lutje Allahut Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla thotë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." O i dërguari im, kur të pyesin ti robërit e mi për Allahun, thuaje që Allahu është afër tyre. Kudo që janë njerëzit, Allahu Azza wa Jalla është afër lutjeve dhe kërkesave tyre. Alhamdulillah. Le t'i drejtojnë Allahut me lutjet e tyre për çdo nevojë dhe kërkesë që e ka.